Lista dolën dhe para tyre kanë zënë vend studentët që po duan të dinë nëse janë bërë banor të konviktit ose jo. Në garën ku më shumë se 2 veta konkuruan për një shtrat në qendrën studentore, u zhgënjyen shumë ata që mbetën jashtë listave të pranuarve. Kjo për shkak të kushteve e çmimit të përshtatshëm. Shumë birë, 35 euro është gjithashtu. Edhe me mens, edhe me banim, do me thonë strikën në shqimin. Të drejtën për qëndrim në qendrën e studentëve nuk e fitoi as Arboresha Latifi nga Kamenica, por ajo nuk do të bëjë ankesë, pasi e di që nuk i ka përmbushur kriteret e konkurimit. Notën mesatare kom pas 6. Mendoj që nuk më ka bërë padrejtësi komisioni. Për shtrat në qendrën studentore aplikuan 7420 veta, e tani u bën të ditur emrat e 3530 studentëve nga 3600 sa do të pranohen. Sipas drejtorit Fatmir Sfishta, 70 vendet të tjera do të plotësohen pas afatit të ankesave dhe sipas rregullave në fuqi që ka kjo qendër. Ky po zotohet se përzgjedhja u bë në mënyrë të drejtë dhe transparente. Unë siguroj opinioni, siguroj gjithë studentët që komisioni ka qenë shumë kredibil dhe ka punuar dikon 10 ditë që bëj vlerësimin e gjithë atyre aplikacioneve të studentëve. E përveç korekcisë, këtë vit drejtori tha se u mundua të jetë stimulues për një kategori studentësh. Marrni vendim që gjithë ata studentë që kanë nota mbi 9.5 të pranohen në qendrën e studentëve. Kjo është një stimulim për ata studentë që kanë notë mirë mesatare. Afati për ankesa fillon më 28 të këtij muaji, kurse publikimi i rezultateve të ankesave bëhet më 9 tetor.